Qarku i Korçës është përfshirë nga rreshje bore. Rreshjet kanë shkaktuar vështirësi në disa akse rrugore, veçanërisht në Dardë, Boboshtis dhe Lapidari, Podgorie, ku trashësia e borës arrin deri në 50 cm dhe era e fortë ndikon në qarkullim. Akset kryesore si Korçë-Ersek dhe Korçë-Voskopo janë pastruar dhe të kriposura, ndërsa qarkullimi vijon normalisht. Ndërkohë, pas ndërhyrjes me borë pastruese, rruga e Doganës së Qaftanës është bërë e qarkullueshme për të gjitha automjetet. Ndërhyrja e borë pastrueseve zgjati rreth 2 orë, pasi në segmentin e parë në Maqedoninë të Veriut kishte prani të shtuar bore në rrugë, çka solli pezullimin e përkohshëm të qarkullimit të automjeteve të tonazhit të rënd. Prefektura këshillon përdorimin e gomave dimërore dhe zinxhirëve për siguri maksimale në akset e qarkut të Korçës. Aktualisht disa zona rurale mbeten pa energji elektrike, duke përfshirë Trebinjën dhe Bishnicën me rreth 500 abonent, Dardhën me 140 abonent, si dhe zonat e Rehovës, Mazrekës dhe Mesmalit. Fidrat të tjerë në Ersek, Vidhkuq, Lozhan, Mollas dhe Leskovik gjithashtu janë pa energji elektrike. Ekipet e OSHE-s ndodhen në terren dhe po punojnë për rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me energji.